Akshi është një institucion krenarie për ne, sepse që janë 620 milion euro ka kursyer Akshi për shqiptarët, falë digitalizimit. Dhe këtë nuk e them unë. Ky është studim ndërkombëtar. 7600 vite pritje në radhë. E di sa janë 7600 vite pritje në radhë? Janë 25.000 rrotullime rreth tokës. Parafityroni një radhë shqiptarësh që i shkon tokës 25.000 herë kështu. Këto ka bërë Akshi. Janë 33 milion euro kursime për shqiptarët jashtë vendit, të llogaritura përsëris jo nga unë, është raport ndërkombëtar. Dhe shërbime publike një rol të madh këtu ka Akshi. Kështu që rrini, prisni se shumë shpejt, besoj janar shkurt, do të dalim me e-Albanian 2.0. Fal Akshit. Dhe do ketë shumë gjëra të reja.